Lezhë dhe Shkodra kanë pagat mesatare më të ulta në krahasim me 12 qarqet e vendit sipas të dhënave rajonale të Instat. Në vitin 2023 paga mesatare në Lezhë ishte 568.200 lek në muaj dhe në Shkodër 570.023 lek në muaj. Në anën tjetër, Tirana kishte pagë mesatare 790.212 lek në muaj, ndjekur nga Gjirokastra me 65.000 lek në muaj. Të dhënat e pagave mesatare sipas qarqeve tregojnë për një diferencë të theksuar në nivel kombëtar, ku Tirana kryeston me një pagë mesatare ndjeshëm më të lartë se pjesa tjetër e vendit, si rrjedhoje për qëndrimit më të madh të aktiviteteve ekonomike, institucioneve publike dhe kompanive private që ofrojnë paga më konkurruese në kryeqytet. Gjirokastra rënditet pas Tiranës me një pagë mesatare prej 65.000 lekësh, duke u dalluar si një nga qarqet më të paguara në jug, ndoshta si pasojë e zhvillimit të turizmit dhe sektorëve të shërbimit. Qarqet si Dibra, Fieri, Kuksi dhe Durrësi qëndrojnë në nivel të ngjashëm midis 61-62.000 lekëve, që përfaqëson mesataren e përgjithshme kombëtare. Në total hendeku mes Tiranës dhe qarqeve më të varfëra shkon deri në mbi 20.000 lek, duke reflektuar diferenca të forta ekonomike rajonale. Është paradoksal fakti që Kuksi, një nga qarqet me nivelin më të ulët të jetesës në vend, shfaqet me një pagë mesatare relativisht të lartë krahasuar me disa qarqe të tjera, si Lezhë, Shkodra apo Berati. Kuksi ka një numër më të vogël të punësuarish dhe përpasoi disa sektor të kufizuar, veçanërisht në administrat, arsim apo shëndetësi, ku ka një peshë më të madhe në llogaritjen e pagës mesatare. Paga e lartë mesatare nuk përkthehet në mirëqenie të përgjithshme, pasi pjesëmarrja në tregun e punës është e ulët dhe një pjesë e madhe e familjeve mbështeten ende në remitanca dhe të ardhura nga jashtë.